Duhet t'ja kushtoj ati që sot ne do ndahemi prej tij, I cili si trup qëndron para nesh, a deri para disa javëve qëndronte aty te dera e xhamisë, duke I shërbi kësaj xhamie dhe këtij xhamatit. Bëhet fjalë për Haxhi Xhevairin, një burr besimtar që na e njohim atë që kur kemi qenë fëmijë. Dhe atë e kemi taku në shërbim të xhamiave. Një kohë gjatë ka qenë shërbim të xhamisë së Sultan Muratit dhe pastaj që 10 vite parafërsisht a ma shumë, 13 vite është në shërbim të xhamisë së Isa Beut. Njeri që edhe ai ka pas familje, edhe ai ka pas punë, edhe ai ka pas angazhime, mirë po ndante nga koha e tij pjesën më të madhe të ditës që ta kalon në shërbim të xhamisë. Shumë prej neve që vim xhamia tona, a fatmirësisht xhamia tona në këto kohra janë shumë të mira, të pastërta, të ngrohta, dverës të freskëta. Elhamdulillah, Allahu va bëf xhenet krejt atyre vëllezërve që janë në këshill të xhamiave dhe kujdesen për këto xhamia. E I tillë ka qenë edhe Haxhi Xhevairi, I cili s'ka dyshim se ka mi mungu xhamatit të xhamisë së Isa Beut, ka mi mungu këshillit të xhamisë, ka mi mungu njerëzve që ka njoft nga afër, ka mi mungu gjithsesi familjes së tij. Mirë po duhet ta them një gjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte dalë një ditë nga Medinja për angazhimet e veta dhe ndërkohë vdes një grua besimtare e cila ishte kujdes për pastrimin e xhamisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe besimtarët e marrin atë grua besimtare, e qefinosin, ja lajnë gjenazën, e qefinosin, ja falin gjenazën dhe e varrosin. Të janë detyrat dhe obligimet tona karshi çdo besimtari dhe besimtare që vdes. Dhe kur kthehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga udhëtimi I tij, pyetet ku është filanja që e pastronte xhamin. Tha ja Rasulullah, ka ndru jetë. Tha pse s'm keni informu? Po ishe jashtë. Tha ku e keni varros? E çun te varrezat Beki që janë afër xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe I thanë ja që kjo është vori që kena varros. E shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe një herë ja fali namazin e xhenazës kësaj grue për tregue punën e madhe që kjo grue e ka bë me kujdesin dhe pastrimin e saj të xhamisë. Shifnë vllaznin, na si o xhallar jemi në aktivitet davetit mbi 30 vjet, edhe kemi kuptu një gjë se nuk është lehtë me majt një xhami, qoftë si imam me hatip e qoftë si këshilli I xhamisë. Andaj kur bëhen tash zgjedhjet për këshilltar të xhamisë, imamlart e lusin xhamatin, hajde me vllaznin, ne të lajmërohet dikush vullnetarisht, shumica nuk e çojnë dorën pse e dinë se për ditë ki punë, e para ki punë me angazhimet për xhamin, e dyta ki punë me njerëz, e njerëzit sipas tekave të veta, kur është disponim fol fjalë të mira, kur është I nervoz e fol një fjalë me nervoz, edhe lodhen, edhe këtë dojnë me lonë shërbimin e xhamisë. Ama Haxhi Xhevairi ka qenë për atyre burrave që kur se kemi ni për ati me thonë valla u mërzita që 30 vjet të shërbina për xhamia. Normalisht, gjithë na që jemi gjallë sot një ditë kena me vdek, edhe Haxhiut rahmeti pa shpirti dje kishte pasi që nije momentin e fundit e frymarit të këtë dynja dhe ja dorëzoi amanetin Rabbul Aleminit që na sot mas namazit të xumës t'ja falim gjenazën dhe përcjellim në stacionin e fundit të kësaj dynjaje, duke lutur Allahun e Madhëshëm që Allahu ta mëshiron gabimet që I ka pas, a njeri pa gabime s'ka, Allahu af edhe magfiret t'ja ban. Allahu I Madhëshëm atë vërë ku kena me vendos t'ja ban një bashkë për bashkëve xhenetit, ta shpërblen atë për shërbimin e madh që a ka bo xhamiave, xhamatit dhe xhallarëve me shpërblimet të mëdha, e familjes së ngushtë, djalit të tij dhe vajzave të tija, nipave dhe mbesave, edhe ndorëve të tij, Allahu sabrin dhe garetin inshallah u ajep. E kështu është kjo dunja, gjithë jemi bashkë, një ditë kena me lënë këtë dunja, e Allahu të gjithë dhe ashtu si kurse na ka bashku në këtë xhami dhe në këto angazhime të mira të kësaj bote, Allahu na bashkon në Jannatul Firdaus me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam.